Gjyshi sillet në mënyrë të çuditshme me foshnjën. Emma instalon kamerën e fshehtë dhe ajo e dinte se kishte ulur aty 1 minutë më parë. Ku mund të kishte shkuar kaq shpejt? Apo shkonte truri i nënës? Pikërisht atëherë ajo ndëgjoi gurgullimin e foshnjës së saj që vinte nga salloni dhe vrapoi në dhomën për të gjetur se ai po e mbante atë. Fëmia qante dhe qeshte, duke kuptuar se sapo e kishin marrë. Luiza dhe Taylor u ulën në dhomën komode të ndenjes së shtëpisë së saj periferike. Djali i saj porsalindur në krahët e saj. Dhoma ishte e mbushur me tinguj të butë të ninullave që luanin, duke krijuar një atmosferë të qetë që rrethonte nënën e re. Burri i Luizës, Michael, kishte dalë për të kryer disa punë duke e lënë atë vetëm me paketën e saj të çmuar të gëzimit. Por ajo ishte gati të priste disa vizitorë të papritur. 40 vjeçaria Luiza ishte një nënë e re me një zemër të ngrohtë si dielli i verës. Ajo jetonte në një shtëpi të çuditshme periferike në Alabama, me bashkëshortin e saj dhe fëmijën e saj, të ri Blake. Luiza kishte marrë përsipër të sigurojë që Jacku të ndihej i dashur dhe i përfshirë. Me gjithë të pikëllimin që mbeti në ajër, Jack, një 88 vjeçar me flokë të argjenta dhe një buzëqeshje të sjellshme, ishte zhvendosur me Luizën për të ndihmuar me fëmijën dhe për të bërë shoqëri me njëri tjetrin. Luiza ishte një nënë e gjallë dhe ajo jetoi një jetë piktoreske, derisa vjehrit e saj u transferuan me të. Shtëpia e saj komode ishte e mbushur me dashuri dhe klithmat e gëzueshme të djalit të saj të porsalindur Blake. Vjehri i saj Jack, një burr 88 vjeçar, me një zemër plot përalla nga një epokë e shkuar, dhe vjehra e saj Patrici po e mbanin vitin e fundit që ajo kishte lënë me zemërimin dhe qëndrim, megjithse ishte një gjendje e pakëndshme jetese me 3 dhoma gjumi të vogla. Ata e bën atë të funksionojë. Ndërsa ajo vështronte fytyrën e qetë të Blakeut, Luiza nuk mund të mos ndihej mirënjohëse për mbështetjen e vjehrit të saj. Jack, i cili u transferua me të paslindjes, ishte një burr zemërmirë, gjithmonë i gatshëm të jepte një dorë ndihme. Luiza i çmonte momentet kur Jack luante me Blakeun, duke mbushur shtëpinë me të qeshura dhe ngrohtësi. Fillimisht Luiza ishte mirënjohëse për praninë e Jackut, pasi ky e lejoi atë të përqendrohej në punën e saj dhe i tha Blakeut vëmendjen që ai meritonte. Pasi ditët u kthye në javë, megjithatë Luiza vuri re një ndryshim në sjelljen e Jackut. Ai fillon ta mbante Blakeun për orë të tëra, pothuajse në mënyrë posesive. Fillimisht ajo mendoi se ishte thjesht një lidhje e ëmbël, gjysh nip, por më pas kuptoi se sjellja e Blakut do të thoshte diçka tjetër. Një ditë teksa Luiza shikonte Jackun duke ulur Blakeun në krahët e tij, ajo ndjeu një ndjenjë shqetësimi. Jacku i kishte mbajtur fëmijën për orë të tëra dhe një aromë e pazakontë përhapej. Luiza mblodhi ballin, e pasigurt se çfarë të bënte me të. Ajo ju afrua Jackut me kujdes, me shqetësimin e skalitur në fytyrën e saj. Ajo nuk donte të ofendonte vjehrin e saj. Ai gjithmonë bënte shumë për ta, financiarisht. Luiza qëndroi përballë vjehrit të saj. Jack, a është gjithçka në rregull? Pyeti ajo, duke u përpjekur të mos tingëllonte akuzuese. Ajo nuk donte të tremte plakun që kishte humbur në botën e tij. Jacku ngriti syt me një buzëqeshje që nuk i arrinte fare syt. Oh, gjithçka është në rregull, Luiza, vetëm luaj me Blakeun e vogël. Ai ishte një njeri i pastër dhe i duhur dhe nuk i pëlqente kur të merrej në pyetje. Ditët kalonin dhe shqetësimi i Luizës u thellua. Ajo ndëgjoi Jackun duke bërë komente që i dridhëruan në shpirt. Ai nuk duket shumë si Michael. Jacku mendoi një mbrëmje dhe zëri i tij merrte një ton të keq. Jacku bënte thashëtheme me gruan e tij Patricin, e cila sapo e kishte shmangur. Ajo ishte vazhdimisht e mërzitur me të teksa po kalonin në pleqëri. Luiza e hodhi poshtë në fillim, duke i atribuar lodhjes së kujdesit për një të porsalindur. Ajo filloi të shqetësohej se djali i saj porsalindur po mbahej shumë. Mjeku e këshilloi që të mos e mbante shumë, por foshnja Blake po merrte 3 fishin e dozës me gjyshërit e tij që jetonin me të. Komentet vazhduan, duke u rritur çdo ditë më shumë. Ndoshta i ngjan babait të tij të vërtet. Jacku përqeshi, duke i dhënë një të dridhur në shtyllën kurrizore të Luizës.
Ajo nuk mund të lëkundej ndjenjen se diçka nuk ishte në rregull në lidhje me sjelljen e Jackut rreth Blakut. Një mbrëmje, kur Michael ishte larg, Luiza hyri në çerdhe për të gjetur Jackun duke mbajtur përsëri Blakun. Dhoma ishte e mbushur me një heshtje të pakëndshme, të thyer vetëm nga kërcitja ritmike e flokëve lëkundëse. Sytë e Luizës unë kushtuan ndërsa vuri re intensitetin e vështrimit të Jackut. "Jack, ti ke kaluar shumë kohë me Blakin," Luiza tha, dhe zëri i saj ishte i dridhur. Fytyra e Jackut u shtrembërua në një buzëqeshje shqetësuese. "Ai është thjesht një djalë i vogël i veçantë. Unë nuk mund ta mbaj veten." Ai po e përkthelte ballin e Blakut në një mënyrë të çuditshme. Luizës nuk i pëlqente. Shqetësimi i Luizës qëndrohej në frikë. Ajo rrëmbeu Blakun nga krahët e Jackut, një mekanizëm mbrojtës intensivikisht i erdhi. "Ju duhet të tërhiqeni, Jack. Ky është djali ynë, jo yti." Sjellja e Jackut ndryshoi menjëherë. Syt i digjeshin nga agresioni dhe nofulla i shtrëngohej. "Duhet të jeni mirënjohës. Unë jam këtu për të ndihmuar. Unë dua vetëm atë që është më mira për djalin tim." Ai hodhi patanie në dysheme dhe doli nga dhoma me inat. Konfrontimin e la Luizën të paqëndrueshme. Ndërsa ajo ishte shtrirë në shtrat atë natë, nuk mund të lëkundej ndjenjen se qëllimet e Jackut nuk ishin as pak të pafajshme. Ajo pyeste veten pse ai ishte bërë aq agresiv rreth foshnjës, duke vënë në dyshim sigurinë e djalit të saj në duart e burrit që dikur mendonte se mund t'i besonte. Gjumi i shpëtoi asaj ndërsa ajo meditonte misterin e sjelljes shqetësuese të Jackut, nga frika se çfarë sekretesh mund të fshiheshin nën sipërfaqe. Çfarë mund të bëj ajo për të marrë fëmijën e saj? Luiza u përpoq ta mbante Blakun në një rutinë të planifikuar, por Jack e merrte atë sa herë që ishte vetëm në krevat. Luiza ishte gati ta humbte mendjen, por më pas erdhi një erë. Luiz filloi të kapte një erë të pazakontë kur hyri në dhomën ku Jacku kaloi kohën me Blake. Çfarë po bënte ai atje? Diçka nuk ishte në rregull. Luiza, duke e shtyr atë të përballej butësisht me të, e pyeti. "E vlerësoj ndihmën tuaj me Blakun, por a është gjithçka në rregull? Vura re një erë të çuditshme." Jacku qeshi me nervozizëm. "O, ndoshta nuk është asgjë, vetëm një krem i vjetër që kam përdorur për djalin e vogël. E mban lëkurën e tij të lëmuar dhe të butë." E dini, ai i tregoi asaj një losion bimor me kamper brenda që ishte i sigurt për foshnjat. Luiza psherëtyu e qetësuar, duke pranuar shpjegimin, por me një ndjenje bezdisëse. Ditët e gjata u kthyen në net dhe sjellja e Jackut u përshkallua. Ai filloi të bënte komente shqetësuese, duke pretenduar se Blake nuk dukej si djali i tij. Luiza e fshiu atë, duke menduar se ishin vetëm të përçarrat e një burri të moshuar me një kujtesë të venitur. Ajo dëshironte që burri i saj të kthehej nga udhëtimi i tij i punës, në mënyrë që ai të mund të merrej me prindërit e tij një ditë në shtëpinë e saj. Luiza vendosi një kamerë të fshehtë në dhomën e denjes, duke kapur në mënyrë diskrete ndërveprimet e Jackut me Blakun. Teksa shikonte pamjet, zemra e saj u fundos. Jack ishte brenda dhe jashtë të menduarit të kthjellët, duke ngatruar Blakun me djalin e tij të dekadave më parë. Luiza dëshmoi momentet e trishtuara kur Jack aplikoi një krem të njohur për Blakun, ashtu siç i bënte burrit të saj kur ai ishte fëmijë. Luizës i rodhen lotët teksa shikonte pamjet duke kuptuar se Jacku po luftonte me sëmundjen e Alzheimerit. Burri që dikur kishte qenë një shtyll fuqie për familjen e saj, tani ishte humbur në labirintin e kujtimeve të tij. Situatat kishin shkuar përtej haresës së thjeshtë. Ishte një udhëtim zemërthyes. Nëpërmjet mendjes së zbërthyer të një njeriu dikur të gjallë, Jack në fakt nuk e kishte idenë se çfarë po bënte apo thoshte. Luiza u ul me Jackun, duke i mbajtur butësisht duart që i dridheshin. E kuptoi se tani do të kalojnë këtë së bashku. Plaku i qeshi, ai mezi e njihte nusen e tij dhe çdo ditë ishte një luftë për të. Luiza e kuptoi se ishte koha që vjehri i saj të merrte një diagnozë të dur në mes të dhimbjes dhe konfuzionit.
Një kapitull i ri filloi për Luizën dhe Xhekun, ku dashuria dhe mirëkuptimi do t'i udhëhiqin ata përmes sfidave të Alzheimerit. Ata do të lundronin së bashku në labirinthin e ndërlikuar të kujtimeve, do të vlerësonin momentet e qartësisë dhe do të gjenin ngushëllim në ngrohtësinë e historisë së tyre të përbashkët familjare. Luiza u bë mbështetja që i duhej Xhekut në mungesë të djalit të tij, i ndarë mes punës, së palodhur dhe përgjegjësisë. Luiza thiri burrin e saj për të parë pamjet shqetësuese. Për fat të mirë, Michael ishte në shtëpi atë javë, kështu që ajo mund t'i tregonte atij gjithçka që i mungonte ndërsa ishin ulur para ekranit. Emocionet u përhapën përmes tyre. Duhet t'i kërkojmë ndihmë, Luiza deklaroi me zërin e saj të fortë. Michael ishte ende në shok, duke kuptuar se babai i tij nuk ishte njeriu që ishte dikur. Ai u përpoq të shkonte me nënën e tij, Patricia, e cila gjithashtu ishte beqare. Së bashku ata ofruan ndihmë profesionale dhe vendosën Xhekun në një institucion të specializuar kujdesi. Tranzicioni ishte i hidhur ndërsa ata panë njeriu që dikur kujdesej për familjen e tyre të hynte në një kapitull të ri të jetës së tij. Ata pyesnin veten nëse Xheku e dinte se çfarë po ndodhte. Ai mendoi se po shkonin me pushime. Xhek gjeti momente ngushëllimi në realitetin e tij konfuz, i rrethuar nga kujdestarët që i kuptonin nevojat e tij. Ata e morën babain e tij në një dhomë ngjitur në mënyrë që të dy ta vizitonin rregullisht. Luiza dhe burri i saj sillnin foto dhe histori nga jeta e tyre për t'i ndarë me Xhekun, por kjo nuk ishte mjaftueshme. Ai i u lut atyre që të sillnin foshnjën Blake pranë, në mënyrë që ai ta mbante vetë. Me kalimin e ditëve, Blake vazhdoi të rritet i pavetëdijshëm për kompleksitetin që u shpalosën në jetën e tij të re. Çifti Taylor shkrepi qindra foto të Blakeut me gjyshin e tij dhe megjithse kujtimet e Xhekut u zbehen, dashuria dhe kujdesi që kishte derdhur dikur mbi familjen e tij mbeti si një testament për një lidhje që ka përceu kufizimet e kohës dhe kujtesës, dhe kur Blake u rrit, ai do ta dinte gjithmonë se gjyshi i tij ishte gjithmonë aty me të.